ne nuk kemi ata që mund ta pranojmë këtë. Ne jemi ata që do përballemi dhëm për dhëm me Edi Ramën. Do përballemi dhëm për dhëm me Edi Ramën. Koha është e guximtarëve. Ju garantoj ju se po të mos qenë ato protestat udhëhequra nga Belin Kliçi 46 javë në çdo lloj moti, Erion Velia do ishte në zyrë sot. Do ishte në zyrë sot. Dhe ne kemi realisht, të gjithë e dinim se Erion Velia i nuk ishte Edi Rama, ama në ligësira, në qoftë se kishte vlla siamez me Edi Ramën dhe të papërsëritshëm ishte Erion Veliaj. Kështu që ai mund dhe ajo djerës, ai guzim dhe ajo sakrificë, ka qenë në vlerësimin tim ndër më eficientet dhe më transishmet që ka bërë Partia Demokratike. Kjo do thotë që në mënyrë absolute do nisin protestat të cilat do ndalen e tanë e pitas gjersa Edi Rama të largohet nga ajo zyrë. Në qoftë se demokratët nuk shkojnë tek sultanit për ballën me te, nuk kanë asnjë kredibilitet, asnjë të drejtë morale të shkojnë tek zgjedhësit.